Hajde një me mu shkojmë Vranjevës. Hajde një me mu shkojmë Qender. Hajde shkojmë Dardani, Dragodan. Pse ki që të luft me analistë? Jo, se ka me analistë, ka shumë konsiderat, unë i kalzova... Valonën i cilin zjerë dhe fundit ka qenë mbështetës juj. Unë po them, e përmenda si rast, se nuk e përmenda si rast. Ja të gjikome që e kene në sloganin për tej. Ju jeni prapë mërënda rrëfimit të vetë vendosës për studio dhe analistat që unë një pjesë... Edhe ata akuzojnë Mos e bëni të efanziv, nuk ju sëlmova, po të kësha sëlmu, kësha thonë për ju sëlmoj. Një për antarëve të këti panelit, që valën sytë. Po, s'ke nevoj me mbrojt, sepse edhe ju bre se unë me dashtë të thëmë... Nëse aj e ka një kritik ndaj përparim Romës, unë modhe. Imitimi edhe përqeshja dhe bullizimi nuk janë kritik. Janë deklarata të një shtabit caktuar të Prishtinës që vinë për një kandidat caktuar, lani këto punë. Unë po ju them se si besojmë. Dhe mora si shembull sepse jam këtu. E çka është nëse kryetari i partisë sulmon analistat? Pra, këto që po thotë Dibroni, nëse e bën të njëjtën Albin Kurti, pse po bëni ju? Ja, nuk e sulmova analistat. Unë thash konsiderat për përjashtimeve, jam përballë dy analistëve shumë dërum. Dhe jam të bëu mohabet për pikpamjet e LDK-s. Jam pyetur pse s'po shkojnë në Vjetragova dhash prej fillimit, përgjigjja mundet mos më pëlqy. Ka hub kredibilitetin në diskutimet e tilla. Me qenë se ka hub kandidatët po e vlerësojnë, dhe jo vetëm kandidatët, i keni edhe 800 kandidatë për asamble vetëm LDK-ja e ka. Sepse unë po konsideroj se ka një diskrepancë mes diskutimit publik që po ndodh dhe asaj që po ndodh në terren. Kjo është tani çështje që si ta gjejnë, nuk ka interes partia të mos ketë prezencë mediatike. Vetë prezenca ime këto është shaj. Jam në ditët e fundit të fushatës, kam marrë këtu sepse kam interes të flas dëgjuesve. Nuk është se s'keni ju shikueshmëri. Unë po them se çfarë po ndodh me vota në terren dhe çka po ndodh në diskutimet publike nuk po përputhet. Dhe kjo tani është problematike. Ne duhem hapësirën, se është në interes tonin. Është hapësira mediatike, kandidatët tonë fundja nuk kanë as LDK-ja, nuk ka bojkot ndas asnjë media. Por nuk ka sulme as bojkot. Unë kam bojkot për shkak të institucionit publik i cili është i kapur. Unë si kryetari i LDK-s kam bojkot. Unë është akt opozitor, zoti Kuçuku, për një televizion publik i cili përjashton gazetar, kolegët e tuaj për qëndrime editoriale redaktoriale, për cilat besoj që është dashur me pas pajtoshmëri gjithë. Kjo është shej opozitarizmi në mënyrën shumë të qetë. Por ajo që ju po thuni është shumë e drejtë. Pra, ka ma pak glamor, po ka ma shumë të bime. Po pse s'janë vizible, nuk ka shumë rëndësi, sepse është puna në terren që ka rëndësi. Me lidhet edhe me pjesën strategjike, se si është nëse unë e shoh për shkak që fushota juaj veç në Parem ose në kornizë o në forme. Përndryshe se cili kandidat për kryetare ka fushatën e vetë, edhe kjo besoj që ishtë dashtë paktën me qenë aspekt strategjik i juaj. A del mira keq ajo çështje ke tjetër. Edhe unë besoj që po mund të ketë diskrepancë mes asaj që flasim ne në studio dhe asaj që vërtet del me 12 tetor këtë diele. Po kjo diskrepancë është e njëjtë edhe me partitë, pra, dhe partitë thonë diçka që nuk është e njëjtë me ato në terren. Dhe këtu po do më lidh zotë. A mund vetëm të plotësoj këtë para se më ndërlidh. Ajo që duhet ta kuptoni ju, se LDK-ja këto zgjedhje ka vendosur të bëjë tubime qendrore çdo ditë nga një. Pra, e hënë deri të hënën. Është nga një tubim qendror prej fillimit të fushatës. Çdo ditë. Sonte sapo përfundova tubimin qendror në Gjilan. Nesër do të jem në Lap, pas nesër e bëjmë mbyllje në Prishtinë. Pra, që nga fillimi, prej ditës parë kur kemi nisë me Kamenic, Tutje, deri në Prishtinë mbyllje, LDK ka një tubim qendror. Pas tubimit qendror zakonisht ditëve të punës ndodhin ora 6, se për ndryshe njerëzit janë në punë. Pas tubimeve qendrore ka tubime të vogla dhe të mesme në përgjek caktuara, por fokusi kryesor mediatik që shini është ai tubimi qendror, jo të tjerat. Për shembull, mediat sot e japin Gjilanin, ku kemi parë pjesë të qendër, por nuk japin edhe 30 takime tjera që kanë ndodhur gjithandej Kosovës. Për shkak të, pra po themi, për dallim prej zgjedhjeve nacionale, për shkak të shkafit. I ka decentralizim të fushatës në komuna, sepse janë të njëjta. Ati në Junik nuk intereson çka të ndodh në Kamenic, dhe ati në Dragash nuk intereson çka të ndodh në Vështrë. Asnjëri nuk e të interesu çka të ndodh në Drenas. Po ju në media keni Drenasin, apo? Për komunat, pikpamjet e veta për Drenas është totalisht i parëndësishëm.
është gara e qyteteve secilit, as atit 5 nuk intereson çka po ndodh në Prishtinë. Po e qartë se... Ndoshta Prishtina është përjashtuese. Prishtina është tjetër... Po qytetet e kanë të koncentruar, e kanë shumë të koncentruar vëmendjen, dhe le ta themi qartë, nuk janë 110 kandidat në garë, janë 30 kandidat për kryetar, janë 839 për asamble. Pra është 1000 gati kandidat se cila parti e madhe, i ka në garë të shpërndara gjithandaj Kosovës. Aktiviteti domosdoshmërisht është më i madh. Secili prej tyre, po ta ketë nga një takim, është shumë më i madh se sa që mund të bëhet në zgjedhje nacionale. Prandaj strategjia shohet me parti tjera, natyrisht me të LDK-s ja pas kanë turin analistat. Kur është nëse dy fjali nëse muj. Para se me thonë këtë kritikën zoti Abdigjiku, unë para një jave, gjithë me këtë irritimin që me referu vetës, kom thonë që na duhet me bu qëtë lloj autokritike për faktin që jo pse nuk jemi ose jemi për një veni, po se nuk jetojmë në ato komuna. Por, ata që lëbojnë, a jënë të shtabeve, a nuk janë, pa ka rëndësi. Ata që lëbojnë, çka di unë për Istogun, ta marrë shambull për me folë, kur do të me fitu atje, kur qytetarë që jetojnë aty janë në ato komuna. Prandaj, një farmohimi i përgjithësisë do të me ekzistu të vetë na që flasim. Jo thash pse jemi ose nuk jemi, unë këmë tonë për Suarekën mujtë etikon, jetoj, shkoj shpesh, vi në Prishtinë po ashtu. Së dyja, maksimumi e detin fushë Kosovë. Apo jo? Tash. Ama për zotin Abdigjiku, tashmë që këta kanë vendosur këtë strategjinë e terrenit të takimeve në qytetar atje dhe një lloj distance prej analizës, debateve, filanit, fistekut që përmend komuna dhe kush fiton në komunat të caktuara, nuk e di saktësisht a ka efekt. Për arsye që ata që lëbojnë dhe Dibrani që flet për Istogun, merren disa Dibrana, këputën dhe krijojnë frymë. Dhe disa shumë qytetarë, besoj unë, për shkak që komunat dhe qytetarët e aty në komunave kanë interesa të ngushta, të ndërlidhuna me pushtetin lokal, me të drejtë, ata në momentet fundit këshyrin ka me u përcaktu. Dhe kur të shohin serinë e Dibranave që pëthët që në Istog e mora dhe shkështu këtë Istogun fitën e Ilir Feratin, atëre mujnë me shku me qatë frymë. Dhe më thënë, ideja është që me kriju frymë pa ka rëndësi prej ka vjen, kur qytetarët e pa përcaktum për komunat respektive e shohin në ditët e fundit të shohë, unë po du me bëtë thire që ata me bëtë kundërtën, por nuk e di sa ka me pas efekt. Zoti Hoxha dhe Leo, i lutës që mos të vendosni vetën në çështje që janë shumë më thella që i dini, pra unë nuk fola as për ju, as për këtë studio. Fola për një fenomen të njohur, cilën ju e njihni shumë mirë. Që ka politika redaktoriale që mbështetjen elektorale e kanë të diktuar për shtabeve partijake. Pra ka kanale që ekzistojnë, emisione që ekzistojnë për këtë gjë. Edhe kandidatët nuk e kanë parë të rëndësishme ta bëjnë një fushat të tillë. Punë madhe që se kanë bërë kandidat. Unë po flas me juve, me qenë se ju jeni të tjera, jeni produkt edhe i studiove televizive, edhe i mediumeve. Pra, keni rrjedh për të njëjtës, si më thonë, proveniencë. Edhe keni ardhur deri në një pozitë caktuar që jeni kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i mbështetur për këtë studiove televizive në zgjedhjet e fundit. Besoj që ka qenë merituar. Nëse ju provoni, si më thonë, mi diskualifiku ose mi një lloj studio televizive ose analistët caktuar, këtu besoj që kjo na duhet debat për çfarë. Pra, çka është ai ka strategji. Zoni në kuptimin që po përdorni thjesht ato që ka bërë Albin Kurti. Jo, mos e mbarazoni me vite e në fund ka ardhur për studio televizive si vjet. Pra, apo çka është kjo? Apo nëse ka diçka për te i kësaj që ne nuk e dim, atëherë mirë më na tregu. Mos më barazoni me ata që kanë mbyll media ose kanë provuar të mbyllin media. Mos më barazoni me ata që ju thonë energat Serbisë. Mos më barazoni me ata që thonë jeni të paguar prej grupeve kriminale. Pra lutem keni kujdes. Unë po ju them që ne dhe kandidatët tonë nuk kanë besueshmëri në të gjitha diskutimet publike, dhe kjo është zgjedhje e tyre legjitime. Dhe kjo është kritikë, s'është mbyllëse, s'është vrastare. Është kritikë e mirë që besoj se duhet të shërbejë diskursit publik. Dhe nëse njerëzit që kritikojnë nuk e durojnë fort as edhe një kritikë të vetëm për veten, përpes nuk e meritojnë me qenë as pjesë e kritikës publike. Ato duhet me qenë mendje hapur.
Dhe ju si gazetar, si pjesën e plejadit gazetarëve që e bartni barkën e kësaj gjenerate, ju duhet me pasë mision tuajen që ta përmirësojnë skenën publike dhe një të folë me një mik të medjave, nuk e një të folë me një kundërshtar të medjave. Unë për ju them që kandidatët partijak kanë zgjedhur këtë strategjik për shkak të mungesës kredibilitetit në të, nuk po them në të gjitha, sepse ata kanë interes, ju kanë ajo përgjigj pozitivisht në ftesat e juaja. Pra kanë ardhur nëpër studiot tuaja, kanë bërë diskutime, ka shumë emisione që s'kan shku. Pra pyetni pse s'kan shku dhe ju tregojmë pse s'kan shku. Dhe i kanë bërë qëndrimet publike, prandaj mos merrim mbrojtje në automatizëm gjithçka, por duke qenë edhe intelektualisht ngritën, edhe bars të medias bre, se sot ju gjenerata ju e bëni këtë bartje, edhe definoni se si duket media e Kosovës, ngritni nivelin në atë që duhet matutje me shku. Unë, për vete, ju me mu keni relacione shkëlqyshme, çdo media, unë asë nuk ju sulmoj, kritikuam vazhdimisht. Më të ndryshme të kritika mi për në çdo natë. Unë as reagime s'bëj. Am keni po ndonjë reagime të bu? Krerët institucionale bëjnë reagime, qëndrime, press release-a bëjnë, unë as reagim s'bëj. As nuk bëj landë gjykata. A më bëjnë e sonde? Jo, bre, unë e bëna kritikë, cilën ju du të me marrë. Nëse edhe dolim për qësaj pjesë. Jo, nëse më nëni që zdoni me folë fare, më kritikun, regullë kjo është natyra që ndodhemi ndërtu mediat. Po gabimisht. Unë menoj që edhe kritika edhe formulimi është i parafësisht në gjashëm, ne nëse theme që edhe partit vinë edhe pretendojnë diçka që s'është në përputhje me realitetin teren. Patjetër. Sepse edhe kjo ndodh për partive. Sidomos gjatë fushatave. Sidomos gjatë fushatave. Kështu që është vice versa. Nuk është që na kena me pasat vulen shkencore për secilën vot komun Dragashi si ka shkën. Sepse për zonë Dragashi ka qenë 15 vota dalim. Mund t'jetë kështu ose ashtu. Pra edhe ju keni me pretendu që Dragashin e mbani. Jo, Prishtina fitu me 1.000 vota diferencë. Në 90.000 vota, ka qenë 1.000 vota diferencë. Unë të pakta nuk pesha ndryshe për asaj që e thejme edhe na për ju. Pra se edhe partit, në rrasë caktume, e ka ma shumë. Okej, s'pë du mja markuën Lumirit, që është tjova fundit të fushatës, pra edhe më zgjatë këtë po nuk di nëse fakti që gazetarët i komentojnë politikanë, duhet edhe politikanë mi komentu gazetarët. Pse? Pra, kam përshtypjen se që kjo është shumë dhënë diskutim debat. Si përdojnë me mbyt debatin një anshëm e lonë debatin a? Debat një anshëm s'bën me pas. Media do të me pas debat dy anshëm. Nëse thu që studiot edhe mediat që jenë më të besueshme për disa kandidatë tonë, disa nga media dhe studiot, jetu i diskualifiku që me thonë diskutimit, pastaj s'ke që me diskutu jetu a jetu apo kupton, do më thonë ti në start i ka thu ti nuk je faktor për mu, ti je i diskreditum e tjerë. Pra, që kjo është, se nëse ti e komenton Dibronin, e komenton unë nuk fola me emra, asë nuk fola me specifik. Unë fola për fenomen. Dhe nësë jemi në gorë, dhe nësë jemi në gorë. Fola për fenomen. Unë edhe njerë për themi, debatit du të me qeni hapën këtë shëshni, mos të frigoni për debatit, se kjo strukja që diskualifikimit, edhe diskualifikimi është pjesë e debatit, se ti thu ti ke agjendë caktuar, dhe unë të dokumentoj pse ke agjendën e caktuar, një kandidat mund me pas pretendimet të tilla. Ne kemi 10 kandidat që kanë refuzuar paraqitjen mediatike me këtë pretekst. Pra ti kuptojnë për çka po flasin. Pra ta din diçka. Nuk janë kandidat jo serioz, janë profesionist, janë njerëz ndershëm, janë patriot, janë me përvojë në jetën publike e Kosovës. Kanë lënë shaja këtu. Kuptoni pse kanë bërë një gjë të tillë. Pra mos i merrin mbrojtje diçka që s'ju takon. Kjo është si me thotë tash më marr mbrojtje me thotë pi atakoni partitë politike. Po ka ata emocionohen, edhe kandidatë emocionohen, në gora emocione gore. Mbase është edhe ti. Okej. Po kthen atë nëse jo, po do më kalu te komunat, shkoj kisha mbajtur më vonë një 2 orë kishim folur. është java fundit e fushatës se djelen është ditë me rëndësi për Abdigjikun, që osonë të kryetarin LDK. Sa e nja unë LDK-n? Okej, nëse ki, po unë du me ditë vakë një pytje ku pretë që mundët, pra nëse zjedhet e fundit, kanë qenë 2 komuna që e kanë përmbyll gare në raundin e parë, a mundët më përsëritë njëjta, apo për shkak specifikave që këto zgjedhje janë pra me lista me shumë kandidat e tjerë, mundë me pas që në shumicën e komunave absolute s'ka me pas mbylljen në raund të parë, pra fitore në raundin e parë. Leo, nëse më lejon,
Unë nuk do të flasë për komuna specifike, më besoni si ta përfundojmë me misionin, po ti përmendi 3-4 komuna, si kam përmend 3 tjerat, bashkëpunëtor tonë kanë më thonë kryetar më bune me hile. Absolutisht, ke drejt. Po do me thonë, ma kuptoj që për kjo si disclaimer, jasoj që do të flasë. Pro, ma kuptoni që do të flasë specifikisht. Unë veç që ka po duhet ju themë është, ne herën e kalume kemi pas pejën dhe Lipjanin pa balotazh, unë tash po ju them që ne pa tjetër, në çdo rrethone te kalojmë numrin e tillë të komunave që i përfundojmë në rondë të parë. Por nuk e kemi një dëshim të tillë sa i përket matjeve, pritjeve, analizave që kemi në terren. Edhe një herë, ju me drejt po theni, në fund janë 150 vota, 150 vota ka qenë Fushë Kosova 2 raunde. Shtina është këtu me 1.000... Raundi dytë. Raundin edhe me shpenamitin edhe me... Në qenë se po flasim për raundin e parë, ne pritjet, matjet, analizat në terren, kemi për një numër shumë të madh të komunave që i përfundojmë raund të parë se sa herën e kalume, sepse rezultati është më i mirë, baza me cilën nisemi, pra nuk nisemi më me 110.000 vota në zgjedhje lokale, nisemi me 170.000 të fundit që i kemi marrë. Nuk nisemi me pa komuna, nisemi me Prishtinën dhe 8 komunat të tjera që i kemi në Kosovë. Dhe mbi gjitha nisemi me një strukturë rivitalizuar pas procesit brendshëm zgjedhor të Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe t'ju them të drejtën, edhe lodhja fundit nacionale që kanë ngjarë me institucionet, duke se ka reflektuar mirë në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ka një farë shtytje të mirë në këtë drejtim sa i përket angazhimit tonë politik. Por unë pres që të dielën të kemi fest në disa prej komunave, partitë e dini që i kanë exit pollet ditën e zgjedhjeve, pra pak a shumë i dimë edhe gjatë ditës se ku jemi mirë e ku si jemi mirë. Në ora 7 mbyllën votimet, prej reformës së re zgjedhore, ditë numërohen vetëm votat për kandidat, pra nuk numërohen votat për asambleje. Një detaj kështu personal që më intereson, a numërohen votat në klas apo në QNR? Për kandidat në klas. Më pas mbyllën kutit. Nuk është i njëjti si ka qenë në zgjedhjet parlamentare. Jo, as për zgjedhjet lokale të kaluara. Dhe zgjedhjet e kaluara lokale për kandidat janë numëruar në klas. Më pas ka pas shumë keq përdorimi aty në klas, sepse zakonisht çfarë ka ndodhur në reformën në proceset e kaluara zgjedhore. Bart, pi klasës në QNR. Po, në proceset e kaluara janë ndo votat partijake, i LDK-s, ti, i AK-s, ti, i zhvëvës ti, edhe i kanë marrë votat Këto kënë dhe akuzës. Shambull, dëgjami, që pëndrojna, LDK, edhe i kanë do votat për kandidat, i kanë marrë fletat e kandidatve, votat për asamblejë, i kanë bush, edhe me pas shumicën e asamblejist, garuzve, i kanë pas problemet ka qenë brendshme, i mi ki marrë votat, ka qenë kështu, dorimet e në këtë proces shumë qartë. Nga përjetu. Do me thonë, tash ka ndodhë, tash, votat në klas hapën dhe numërohen vetëm për kryetar, ato kthehen në kuti dhe dërgohen në qendrat e numërimit atje dhe numërohen para vëzhguesve të gjitha partive, para kamerave, para asamblejë, kështu që këtë telashën e votave të brendshme, këtë herë është e hequr. Pro atë natë ne e kuptojmë rreth orës besoj 7:45 minuta rezultatin në për secilin komunë, sepse ka pak vota, nuk do të me priti këtë votat e Kosovës më numëru për një dek caktuar. Në fakt, po i numërove 50% të votave për një komunë, pak a shumë e këtë të qartë dhe si po shkon trendi në drejtim. Okej, taj përdu disa prej komunave. Disa prej komunave. Por se pjesë, LDK-ja vazhdimisht ka pas figurat fuqishme në komuna, po vazhdimisht tash ju ka bon votesin e tradit, nështë apej 2007-ës, që nuk ka këthim në disa prej rajone ose komunave në Kosovë. Që po më interesën është, po gara ma e nëzet duket që është Prishtina, Lipjane, Podujeva, si komuna,